Nëse ndalemi dhe mendojmë pak, ekziston një shans shumë po vërtet shumë i madh që pikërisht në këtë moment, diku në botë një termocentral i tërë po djeg tonelata me qymyr. Ose gaz natyror, po. Esakt, ose gaz natyror. Dhe e gjitha kjo bëhet vetëm për një arsye, për të mbajtur ndezur atë dritën e kuqe të televizorit në dhomën e ndenjes. Do me thënë një televizor që ndoshta askush nuk e ka ndezur prej ditësh. Pikërisht. Dhe është një imazh që ndoshta nuk na vjen shpesh në mendje kur kalojmë thjesht pranë pajisjeve tona të përditshme. Jemi mësuar me atë ndjesinë e menjëhershme kur shtypim një buton në mur dhe si me magji gjithçka ndriçohet. Është një iluzion i pavarësisë në një farë mënyre. Është vërtet një veprim kaq i pastër, kaq i izoluar brenda mureve të shtëpisë, saqë një prizë duket thjesht si një burim i pafundëm. Por ky eksplorim i thellë sot synon të zbulojë fije shumë të gjata dhe të padukshme, që e lidhin ato çelës drite me oqeanët, me pyjet dhe në fundit me vetë klimën globale. Dhe kjo flet për një ndarje vërtet të thellë psikologjike që njerëzit kanë krijuar mes konsumit dhe pasojës. Ne shohim dritën, përfitojmë ngrohtësinë, por nuk shohim tymin. Esakt, nuk shohim tymin, nuk shohim gërmimin në minjera apo ndryshimin e ekosistemeve. Kjo mungesë e një lidhje vizuale e bën shumë të lehtë që të harrojmë se rrjeti elektrik nuk është një entitet abstrakt. Ndaj kjo bisedë sot mbart një peshë të veçantë. Qëllimi është një analizë lidhjes së drejtë për drejtë mes konsumit përditshëm personal të energjisë dhe pasojave afatgjata të ndryshimeve klimatike. Dhe për këtë kemi materiale shumë interesante. Kemi vërtet. Për të ndërtuar këtë tablo, kemi nxirr detaje nga një material mjaft i pasur i njohur si Energy for the Future, A Guide to Sustainable Living. Ose një udhëzues i detajuar për kursimin e energjisë dhe mbrojtjen e planetit. Tamam. Dhe misioni këtu nuk është thjesht të flasim për fatura më të ulta në fund të muajit. Është për të kuptuar se si çdo dritë e lënë ndezur nuk është një ngjarje e izoluar, por si thuaç, një hallkë në një zinxhir që prek mjedisin ton, strukturën e ekonomisë dhe të ardhmen e komuniteteve. Ajo që e bën këtë qasje thelbësore, sipas burimeve, është trajtimi i energjisë si një përgjegjësi kolektive, jo thjesht si një mall konsumi që e blejmë dhe kaq. Ne shpesh e trajtojmë rrymën elektrike sikur të ishte një e dhënë e natyrës, si ajri. Si graviteti, po. Sakt. Por çdo kilovat i prodhuar kërkon një ndërhyrje masive në natyrë. Dhe dua të shtoj këtu që edhe kur flasim për energjitë e rinovueshme, vetë ndërtimi i paneleve diellore apo turbinave kërkon zgjerrje metalesh të rralla dhe procese industriale. Që do të thotë se nuk ekziston diçka e tillë si energji me ndikim absolutisht zero. Asnjëherë, ndikimi më i vogël vjen vetëm nga ajo energji që nuk prodhohet fare, sepse nuk u kërkua në radhë të parë. Okej, le ta zbërthejmë pak këtë, sepse jam i bindur që logjika mes një veprimi banal si ndezja e një pajisje dhe realitetit të klimës globale shpesh humbet. Për ta bërë këtë pak më të prekshëm, më vjen në mendje një analogji nga udhësuesi. Cila konkretisht? Të lësh pajisjet ndezur pa pasur nevojë është pak a shumë njësoj si të mbash ndezur motorin në një makine brenda në dhomën e nenjes. Wow, ky është një imazh i fortë. Është. Domethënë, imagjinoni ta mdani atë makinë ndezur vetëm për të dëgjuar zhurmën e radios së saj. I vetmi ndryshim është se në rastin e rrjetit elektrik, tymi i asaj makine nuk po i mbyt njerëzit në atë dhomë. Po çlirohet diku tjetër? Pikërisht, dhjetra ose qindra kilometra larg, jashtë syve tanë, por ama brenda të njëjtit planet. Ajo që është vërtet magjepse këtu, është se ajo që ndodh mekanikisht e vërteton këtë analogji. Por të kuptuar thellësinë e kësaj lidhje, duhet parë se si funksionon rrjeti elektrik në të vërtetë. E si funksionon? Shumë njerëz mendojnë se rrjeti është një rezervuar i madh ku energjia ruhet dhe pret të përdoret, por nuk ka bateri gjigante që furnizojnë qytetet. Prit, asnjë bateri? As për qytetet e mëdha? Jo në atë shkallë sa për të mbajtur rrjetin në mënyrë pasive, rrjeti elektrik është më shumë si një lum i gjallë. Energjia duhet të prodhohet në të njëjtën sekond, në të njëjtën milisekond që ajo konsumohet. Pra, çdo herë që dikush shtyp një buton, në momentin që shtypet çelësi për të ndezur një llampë, diku tjetër në botë, një turbinë duhet të rrotullohet pak më fort. Një sasi shtesë gazi natyror ose qymyri injektohet në dhomën e djegjes, pikërisht në atë çast për të mbajtur tensionin e rrjetit të qëndrueshëm. Që do të thotë se çdo kilovat mban një gjurmë ekologjike të pashlyeshme.
E sakt, çdo kilovat. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante, por sinqerisht, duke i dëgjuar këto detaje mekanike ndihet diçka pak dërmuese. Si një peshë shumë e madhe. Po, tamam. Duhet të them, nëse çdo herë që hapet dera e frigoriferit ose vendoset një karikues në prizë, një mekanizëm fizik diku thellë fillon e djeg lënd, rrezikojmë të bijmë në një lloj paralizie ekologjike. A nuk është ky një presion jashtëzakonshëm? Pa dyshim që është. Të jetosh me mendimin se coptimi i akullajave është disi i lidhur drejt për drejt me televizorin që harruam ndezur. Si mund të jetohet përdit me këtë përgjegjësi pa u konsumuar nga stresi dhe faji? Ky është një fenomen shumë i njohur, në fakt, dhe shkenca e sjelljes e quajnë këtë lodhja nga vendimarrja klimatike. Lodhja nga vendimarrja klimatike. Po, truri i njeriut thjesht nuk është i ndërtuar për të procesuar kërcënime të vazhdueshme dhe globale në çdo veprim mikroskopik të ditës. Por këtu burimet që po studiojmë ofrojnë një mesazh thelbësor dhe shumë çlirues. Cili është ky mesazh? Ata theksojnë se nuk kemi nevojë për veprime perfekte, kemi nevojë për miliona njerëz që bëjnë zgjedhje më të mençura çdo ditë. Kjo është vërtet e bukur. E heq atë presionin e të qenit i përgabueshëm. Pikërisht, zhbën nevojën për perfeksionizëm, nuk kërkohet që askush të jetojë në errësirë, por të kuptohet fuqia e numrave të mëdhej. Kur ndryshohet një zakon i vogël masivisht, ne godasim atë që inxhinierët e quajnë ngarkesa e pikut. Okej, le të thellohemi te kjo ngarkesa e pikut, sepse besoj kjo shpjegon saktësisht atë mitin e parë që udhëzuesi rrëzon. Atë idenë e përhapur se një dritë e vetme nuk bën diferencë. E sakt, ai është ndoshta miti më i madh. Nëse nuk gabohem, momenti i pikut është ai orari kur të gjithë kthehen në shtëpi dhe ndezin gjithçka njëkohësisht, apo jo? Po, imagjinojeni rrjetin elektrik gjatë orëve të mbrëmjes. Baza e kërkesës mbulohet zakorisht nga burimet më efikase, si hidrocentralet e mëdha ose centralet bërthamore aty ku ekzistojnë. Që janë më të pastrat në një farë kuptimi? Tamam, por kur vjen ora 7 e mbrëmjes dhe miliona drita, furra dhe ngrose ndizen njëkohësisht, kërkesa rritet në mënyrë vertikale. Për të mbuluar këtë pikë, operatorët detyrohen të ndezin me urgjencë termocentralet rezervë. Centralet e pikut? Ashtu quhen po. Dhe këto centrale janë zakonisht më të vjetrat, më pak efikaset dhe përpasoj më ndotëset. Ato vjen në punë vetëm për ato pak orë. Pra, kur një qytet i tërë fik nga një llamp të panevojshme gjatë atij orari kritik, kërkesa bie. Bie mjaftueshëm sa këto centrale jashtëzakonisht ndotëse të mos dizen fare. Kjo është fuqia e vërtetë e asaj drite të vetme. Ky mekanizëm i jep një kuptim krejt tjetër asaj që bëjmë. Dhe kjo hedh poshtë edhe dy mitet e tjera kryesore. Ideja se kursimi është i vështirë dhe besimi se konsumi personal nuk ka ndikim. Në fakt, kur e shohim përmes thjerrëzës së atyre centraleve të pikut, nuk është fare e vështirë. Jo, sepse nuk po flasim për të shpikur një teknologji të re brenda shtëpisë, thjesht për të mos lënë dritat e një dhome boshe ndezur. Çdo reduktim kërkese mban një sasi të caktuar qymyrin nën tokë, pa u djegur. Kjo ide e veprimeve jo perfekte vërtet shliron nga faji ekologjik, por ajo që theksohet mëtej në udhëzuesin ton është se ky nuk është vetëm një favor që i bëhet natyrës. Është dhe përfitim ekonomik apo jo? Nëse e lidhim këtë me tablon e gjerë, ky ndryshim i vogël i zakonit reflektohet menjëherë te zhvillimi ekonomik dhe të një koncepti i ri përgjithësisë qytetare. Ky është momenti ku interesat bashkohen. Si bashkohen konkretisht? Sepse zakonisht flitet sikur ekonomia dhe mjedisi janë në luftë me njëra tjetrën. Ky është një keq kuptim i vjetër. Materiali argumenton fuqishëm kundër kësaj ndarjeje. Kur shmanget një shpërdorim energjie, efekti domino është jashtëzakonshëm. Në nivelin bazë, faturat mujore reduktohen. Që i intereson çdo familje. Pikërisht, por në nivel makroekonomik, një komb që përdor energjinë me efikasitet e gjen veten më pak të varur nga importet e shtrenjta. Shtetet paguajnë shuma marramendëse për të siguruar energji shtesë gjatë krizave. Do me thënë, nëse ai detyrim ulet nga efikasiteti i qytetarëve, ato fonde mund të ridrejtohen diku tjetër. Mund të ridrejtohen brenda vendit për infrastrukturë, shëndetësi apo arsim. E di çfarë më kujton kjo? Është fiksi funksionimi i interesit të përbërë në ekonomi. Si ashtu? Zakonisht, ky term përdoret për të shpjeguar se si një shumë e vogël parash në bank rritet eksponencialisht nëse lihet aty.
për një kopë gjatë. Edhe këtu duket se ndodh e njëjta gjë me pasurinë mjedisore. Kuptoj. Një akumulim përfitimesh. Po. Të fikësh një dritë të tepërt, nuk sjell asnjë ndryshim të dukshëm atë ditë. Ajri nuk pastrohet papritur të nesërmen. Por kur miliona njerëz mbyllin rubinetin e ujit nxehtë ose blejnë elektroshtëpiake efikase, akumulimi ndër vite krijon një mal me përfitime. Mbahen miliarda brenda ekonomisë lokale në vend që të transferohen jashtë shtetit, dhe kjo pasqyron drejt për drejt atë që dokumenti e quan patriotizëm qytetar. Patriotizm qytetar tingëllon shumë bukur, pra nuk bëhet fjalë vetëm për simbole apo flamuj. Jo, bëhet fjalë për të mbrojtur konkretisht resurset e vendit dhe për të lënë pas një infrastrukturë të aftë për brezat e ardhshëm. Ajo që e bën këtë interes të përbërë edhe më magjepsës është fakti që dividendët e këtij investimi i gëzojnë të gjithë. Të gjithë pa përjashtim, ajrin më të pastër e thithim të gjithë. Siguria energjetike gjithashtu e bën jetën e të gjithëve më pak të cenueshme nga mungesat e rrymës. Kur reflektojmë mbi këtë lidhje të thellë, kuptohet pse kursimi përbën thelbin e një kulture përgjegjësie. Kur rritemi në një mjedis efikas, shpërdorimi fillon të duket instinktivisht i gabuar. Ashtu siç duket i gabuar, hedhja e mbeturinave në rrugë, të zëm. E sakt kthehet në normë sociale. Tani, për të kaluar pak nga kjo teoria te mekanika e përditshme, dokumentet propozojnë një sër zgjidhjesh praktike. Flitet për dritën natyre, për teknologjitë e reja, por ka një pikë specifike që meriton një ndalesë më të gjatë. Për cilën e ke fjalën? Për diçka që është masivisht e nënvlerësuar. Heqja e pajisjeve nga priza kur nuk përdoren, ose stakimi e atij konsumi në sfond. Pra, çfarë do të thotë gjitha kjo në të vërtetë? Çfarë po ndodh saktësisht me atë karikuesin e telefonit që mbetet në mur? I famshmi konsum në sfond. Po, sepse të gjithë e dim atë situatën kur pajisja është e fikur nga telekomanda, por prapë është e lidhur. Shpesh supozohet se kur ekrani është i zi, asgjë nuk po ndodh. Cili është mekanizmi i fshehtë këtu? Këtu hym në fushën e asaj që inxhinierët e quajnë konsumi vampir, ose ngarkesa e gatishmërisë. Konsumi vampir. Emër shumë i goditur në fakt. Është i frikshëm aq sa duhet. Le të marrim si shembull pikërisht karikuesin e telefonit. Brenda asaj kutie vogël plastike gjendet një transformator. Okej. Detyra e tij është të marrë rrymën alternative 220 volt nga muri dhe ta kthejë në rrymë të vazhduar 5 volt për baterinë. Për ta bërë këtë, transformatori ka mbështjellje bakri që krijon një fushë elektromagnetike. Prit një sekond, kjo ndodh edhe kur telefoni nuk është i lidhur me fish. Pikërisht këtu është thelbi. Kur karikuesi lihet në prizë pa telefonin, qarku parsori i atij transformatori është ende i hapur ndaj rrjetit, ai ende po merr tension. Wow, nuk e dija këtë. Po e shpërndan një pjesë të asaj energjie në formën e një nxehtësie të lehtë. Është thjesht fizik bazë, ndërsa te pajisjet e mëdha si televizorët inteligjent apo konsollat e lojrave, çështja bëhet shumë herë më komplekse. Sepse ato janë të mbushura me sensor apo jo? Dhe qarku i sensorit infratëkuqe qëndron në tension, duke pritur sinjalin e telekomandës. Në pritje të vazhdueshme. Dhe nëse ky konsum vampir duket i papërfillshëm për një pajisje të vetme, flasim ndoshta për pak qindarka humbje në muaj. Por imagjinoni ta shumëzoni këtë me numrin e shtëpive. Tamam. Kur ky fenomen shumëzohet me të gjithë televizorët, ruterat dhe kompjuterat në miliarda shtëpi, matematika bëhet vërtet befasuese. Është një sasi kolosale energjie që kërkon prodhim të pandërprer nga termocentralet. Thjesht për të ushqyer pajisje që nuk po kryen asnjë punë të dobishme për njeriu në atë moment. Është energji e çliruar në formë nxehtësie pa asnjë qëllim. Heqja e spinës e bllokon fizikisht këtë proces, por le të jemi realist, kjo sjell një sfidë krejt tjetër brenda mureve të shtëpisë. Sfidë sociale. Shumë e vërtet. Si mund të krijohet kjo kulturë edukimit e familjarët pa u shndruar në atë personin e bezdisshëm, që endet në përshpije fik dritat pas tjerëve. Ai, polici i dritave, që ankohet pafundësisht. Kjo ngre një pyetje shumë të rëndësishme për dinamikat familjare. Nëse dikush kthehet në këtë lloj polici, e vë theksin vetëm te kostot financiare ose faj, rezultati është gjithmonë rezistencë dhe acarim. Sigurisht. Askush nuk do të ndjej faj në shtëpinë e vet. Zgjidhja që sugjerohet në këto manuale fokusohet te rregullimi i mjedisit fizik dhe ndryshimi i komunikimit.
Rregullimi i mjedisit do të thotë ti bësh zakonet e mira shumë të lehta për të zbatuar. Për shembull, Çfarë mund të bëhet praktikisht? në vend që të pritet që dikush të heqë 4 spina të ndryshme prapa një mobiljeje çdo natë, gjë që është e bezdishme, mund të përdoret një zgjatues me një buton qendror stakimi. Shumë e zgjuar, me një shtrypje fiken të gjitha. Televizori, kutja e kablorit, konsola, bëhet një lëvizje e pakushtueshme në kohë, ndërsa ana tjetër, komunikimi, ndryshon kur shpjegohet thelbi i misionit. Si mund të formulohet ky komunikim për të mos tingulluar si qortim? Duke përdorur filozofinë se, dhe po citoj nga udhëzuesi, energjia e kursyer sot është e ardhmja e mbrojtur nesër. Bashkëbisedimi merr tjetër formë kështu. Në vend të ankesës për faturën, dahet vizioni se këto zgjedhje parandalojnë shpërdorimin e burimeve. Kjo është vërtet një ndryshim këndvështrimi thelbësor. Nuk po limitojmë veten, thjesht po menaxhojmë inteligjentisht ato që kemi. Dhe ky komunikim i përbashkët e kthen këtë nga një detyrë acaruese në një qëllim ekipi brenda familjes. Jam plotësisht i bindur për këtë. Duke bërë një rikujtesë të shpejtë të asaj çfarë eksploruam në këtë analizë të thelluar. Nisëm duke bërë të dukshme të fije të fshehtë mes një prize të thjeshtë dhe rrjetit inxhinierik që prek klimën globale. Zbuluam mekanizmin e ngarkesës së pikut. Po, zbuluam se gjërat e vogla kanë vërtet rëndësi dhe se si miliona ndryshime mbajnë të fikurat ato centralet ndodhse rezervë. Pam që nuk kërkohet për sosmëri. Kërkohet vetdije, e saktë. Pam gjithashtu efektin e madh domino ku kursimi krijon siguri kombëtare, pavarësi ekonomike dhe siç e quajtëm, patriotizëm qytetar. Dhe e përmbyllëm te logjika e vampirëve elektronik dhe rregullimet e thjeshta në shtëpi. Mesazhi është një zinxhir i pandashëm. Kurimi i energjisë përkthehet drejt për drejt në mbrojtjen e mjedisit. Dhe ky mesazh nxit një rikualifikim të rolit që secili prej nesh ka. Ne nuk jemi thjesht pika e fundit ku digjet energjia. Ne jemi pika e kontrollit. Saktësisht. Dera ku vendoset se sa nga i prozim duhet vërtet të kërkohet. Por, e dini çfarë? Kjo analiza e kësaj kulturës së përgjegjësisë hap rrugën për një pyetje thelbësore, pak filozofike, e cila sfidon paksa mënyrën se si e shohim përparimin teknologjik. Një sfidë ndaj përparimit? Çfarë do të thotë saktësisht kjo në kontekstin e mjedisit? Mendoni për një të ardhme ku teknologjia ofron zgjidhjen përfundimtare. Le të supozojmë se shkenca realizon në ëndrrën e fuzionit bërthamor të kontrolluar, ose diçka të tillë. Energji e pafundme, domethënë. Po, një teknologji aq revolucionare sa që planeti arrin të gjenerojë 100% e energjisë së tij pa asnjë emitim, pa asnjë gram ndotje, e gjitha nga burime totalisht të rinovueshme dhe virtualisht të pafundme. Tingëllon si një utopi perfekte. Është, por pyetja është, në një të ardhme të tillë utopike, ku energjia pushon së qeni një problem për klimën dhe kostot janë pothuajse inekzistente, a zhduket detyrimi moral për të fikur dritën kur një dhomë mbetet bosh? Wow, kjo është vërtet një pyetje e jashtëzakonshme. A kemi nevojë të kursejmë diçka që është e pafundme? Pikërisht, apo mos vallë kjo kulturë e përgjegjësisë dhe disiplinës që u theksua në këto materiale është një tipar njerëzor aq i domosdoshëm, saqë edhe mes bollokut të pakufishëm të energjisë, disiplina e mos shpërdorimit do të mbetet thelbësore. Sepse nëse humbet reflektimi për të mos shpërdoruar energjinë e pafundme, mund humbas edhe vëmendja për burimet tjera kritike që nuk do të jenë kurrë të pafundme. Të tilla si uji i pishëm, toka bujqësore apo vet ushqimi. Ndoshta kultivimi i zakonit për të shtypur atë çelës nuk lidhet vetëm me ruajtjen e planetit sot. Lidhet dhe mbi jetesën e përgjegjësisë si specie për të nesërmen. Vërtet, një ushqim i shkëlqyer për mendjen për të përtypur herën tjetër kur kalojmë pranë çelësit